Në episodin e parë të TBU Open Lecture Renewable Energy Entrepreneurship, do të fillojmë me pyetjen më themelore që lidhet me vetë objektin e këtij cikli. Pra, çfarë është në të vërtetë Renewable Energy Entrepreneurship? Kur flasim për sipërmarrje në energjinë e rinovueshme, zakonisht mendojmë për teknologjinë, mendojmë për panelet diellore, për turbinat e ujit, të erës, bateritë apo teknologjitë e reja, por a mjafton teknologjia për të krijuar një biznes të suksesshëm? Jo, sepse pas çdo teknologjie që arrin në treg, ekziston një pyetje më e madhe: si kthehet një zgjidhje teknologjike në një mundësi biznesi? Dhe pikërisht këtu fillon Renewable Energy Entrepreneurship. Le ta shohim. Renewable Energy Entrepreneurship mund ta përkufizojmë si krijimin dhe zhvillimin e bizneseve që përdorin teknologjitë e energjisë së rinovueshme për të krijuar vlerë ekonomike dhe për të kontribuar në tranzicionin energjetik. Natyrisht ky është përkufizimi, por për ta kuptuar më mirë duhet ta bëj shumë më të thjeshtë. Mjafton të mbani mend 3 fjalë: teknologji, biznes dhe politika. Sepse sipërmarrja në energjinë e rinovueshme ndodhet pikërisht në ndërthurjen e këtyre 3 elementeve. Le të fillojmë me teknologjinë. Në qendër të çdo sipërmarrje në energjitë e rinovueshme qëndron teknologjia apo një zgjidhje teknologjike. Mund të jenë panelet diellore, mund të jenë turbinat e erës, mund të jenë bateritë për ruajtjen dhe magazinimin e energjisë. Mund të jenë sistemet inteligjente madje të menaxhimit të energjisë. Ose edhe software që ndihmojnë në menaxhimin e konsumit apo prodhimit apo të vetë rrjeteve energjetike. Pra, por pikërisht këtu vjen një pikë shumë e rëndësishme. Kemi teknologjinë, por teknologjia vetëm a mjafton? Mund të kesh një teknologji fantastike, mund të kesh një shpike që është shumë interesante, po nëse ajo nuk zgjidh një problem real, nëse ajo nuk ka një treg, nuk ka njerëz që janë të gatshëm ta përdorin dhe të paguajnë për të, atëherë nuk ke domosdoshmërisht të paktën një biznes. Dhe ky është një dallim shumë i rëndësishëm, sepse sipërmarrja fillon pikërisht në momentin kur ne kalojmë nga pyetja çfarë teknologjie kemi, tek pyetja çfarë problemi mund të zgjidh me këtë teknologji. Dhe këtu kalojmë tek elementi i dytë, pra tek biznesi. Biznesi është mënyra se si e kthen teknologjinë në vlerë ekonomike. Dhe këtu fillojnë disa nga pyetjet më interesante. Së pari, kush është klienti im? Çfarë problemi apo do zgjidh për të? Pse ky klient duhet më zgjedhë mua dhe jo dikë tjetër? Si do të fitoj paratë biznesi? Pra, mbi të gjitha kush është modeli i të ardhurave? Marrim një shembull shumë të thjeshtë. Për shembull, mund të kemi një familje, janë të shumta që dëshirojnë të vendosin panele diellore. Kemi nevojën e familjes, kemi dëshirën e saj, por e cila konsiston në uljen e kostove dhe në të njëjtën kohë sigurisht edhe është e gatshme që ta prodhojë vetë energjinë. Por zakonisht mund të ketë një problem që e pengon. Familja nuk ka mundësinë të paguajë gjithë investimin menjëherë. Dhe këtu sipërmarrësi mund të bëjë diferencë, sepse fillon të mendojë ndryshe. Dhe nuk mendon thjesht të shes panelin, por të krijojë një shërbim. Mund të ofrojë për shembull edhe shërbimin e financimit, mund të ndërtojë një model pagese mujore që pikërisht të ofrojë mënyrën e instalimit, mirëmbajtjes, monitorimit, të gjitha pjesët të së njëjtës paketë. Pra, në një farë mënyrë kemi inovacion, por që nuk është një inovacion se inovacioni vjen nga teknologjia. Inovacioni është mënyra e re se si ne e shikojmë mënyrën për të bërë një biznes me një teknologji që ekziston tashmë dhe është e përhapur, është aty në disponibilitetin e të gjithëve. Normalisht diçka e tillë njihet si solar as a service, ku kostot nuk përballohen domosdoshmërisht nga klienti që në momentin e parë, por ofrohen nëpërmjet pagesës, nëpërmjet marrjes së shërbimit të prodhimit të energjisë.
Pra, është mënyra e re se si ofrojmë klientit që pikërisht përbën diferencën dhe krijon mundësinë e ekzistencës së biznesit. Kjo pra na tregon qartazi diçka shumë të rëndësishme. Në sipërmarrje nuk mund të kërkojmë gjithmonë një teknologji, që të kemi diçka të re. Ndonjëherë është më e dobishme vetëm të gjejmë një mënyrë për të zgjidhur një problem nëpërmjet asaj që ekziston. Dhe tani vim tek elementi i tretë, tham politikat dhe rregullimet ligjore. Ky është ndoshta elementi që bën diferencën tek energjitë, sepse ndryshe nga tregjet e tjerë, nga sektorët e tjerë, energjia është një nga sektorët më të rregulluar të ekonomisë. Imagjinoni për shembull që dëshironi të ndërtoni një park diellor që janë shumë të përhapur tani në më. Nuk mjafton të kemi teknologjinë sa ajo ekziston, madje nuk mjafton edhe të kemi kapitalin, por duhet kuptojmë rregullat, duhet njohim lejet, marrim licencat, përmbushim kërkesat e ndryshme. Pra, në finale madje duhet kuptojmë si funksionon tregu, tarifat dhe mbi të gjitha kuadrin rregullator që përcakton se si mund të zhvillohet projekti. Pra, një sipërmarrës në energji duhet të kuptojë jo vetëm çfarë mund të bëj, por edhe çfarë lejohet të bëj dhe si mund ta realizoj. Dhe ky është pikërisht një aspekt shumë i rëndësishëm, sepse mund të kesh një ide shumë të mirë, shumë të vlefshme, mund të kesh edhe teknologjinë e përshtatshme, por mund të kesh madje edhe kapitalin, por nëse nuk kupton kuadrin rregullator, mund të mos jesh pikërisht në gjendje ta realizosh projektin. Dhe në Shqipëri, më besoni, si në gjithë vendet e tjera, kuadri rregullator i sektorit të energjisë është shumë kompleks nëpërmjet shumë institucioneve, të cilët janë pra një pjesë e rëndësishme e sipërmarrjes dhe e zhvillimit të një projekti në këtë drejtim. Pra, në energji, një ide shumë e mirë duhet të jetë njëkohësisht teknologjikisht e mundur dhe ekonomikisht e qëndrueshme. Madje duhet të zhvillohet sipas rregullave të cilat e kërkojnë domosdoshmërisht pra që ajo ti përmbahet. Duke përmbledhur pra sa tham deri tani, kemi tre element, kemi teknologjinë, biznesin dhe politikën. Teknologjia na tregon çfarë është e mundur, biznesi na tregon si mund të krijojmë vlerë, ndërsa politika dhe rregullimi na tregon në çfarë kushtesh, në bazë të kujt kritereve mund dhe duhet ta realizojmë një projekt. Në qendër të gjithë kësaj që ne tham, ndodhet Energy Renewable Entrepreneurship. Pra që do të thotë një sipërmarrje në energji e cila ka nevojë të jetë domosdoshmërisht të ketë një drejtim nga pikpamja inxhinierike, por nuk do të thotë të dish gjithçka. Duhet pikërisht të njohësh edhe pikpamjen e zhvillimit të një biznesi, pra të kesh një model të rëndësishëm dhe duhet të kesh një mbështetje ose duhet të bazosh pikërisht tek përputhshmëria ligjore. Për ta bërë edhe më të thjesht, pra me një shembull që mendoj që lidhet me kontekstin shqiptar. Mendoni një kompani që janë të shumta që dëshirojnë të instalojnë panele në çati. Është një ide shumë e mirë, është shumë e thjeshtë, biznesi fillimisht mund të mendojë blej panelet, i instaloj, marr pagesën. Por në realitet mund të ketë shumë më tepër. Edhe ka në fakt pengesa, ose çfarë duhet kompania që të bëjë. Kompania për shembull mund të ofrojë këshillimin, mund të ofrojë ndihmën për plotësimin e dokumentacionit, mund të ofrojë dhe financimin, mund të monitorojë performancën e sistemit dhe pikërisht në vijim të ndërtojë atë që është projekti dhe e gjitha së bashku brenda pra një modeli të qëndrueshëm. Pra, në ditët e sotme nuk do të thotë të shesësh energji, por do të thotë pra të kuptosh ku ekziston problemi, të krijosh vlerë dhe pikërisht për këtë dua t'ju lej në këtë pikë dua t'ju lej me një pyetje. Juve vetë, nëse do t'ju jepi mundësia të krijonit një startup në energji të rinovueshme, çfarë problemi do të zgjidhnit? Edhe një herë, jo çfarë produkti do të shisnit, por çfarë problemit real doni që shkoni të zgjidhni. Sepse shpesh pikërisht aty fillon biznesi. Një ide shumë e mirë biznesi nuk fillon gjithmonë me produktin. Shpesh fillon pikërisht me një problem, me zgjidhjen e një problemi i cili është real, një shqetësim për një grup njerëzish që kanë atë problem dhe duke gjetur një mënyrë të qëndrueshme për ta zgjidhur këtë problem dhe aty pra fillon të krijohet mundësia për të bërë një biznes.
Kjo është mënyra e të menduarit të cilën ne do ta zhvillojmë gjatë gjithë ciklit të diskutimeve që do kemi. Në episodet e ardhshme do të kalojmë nga koncepti te praktika. Do të flasim për sektorët kryesorë të energjisë së rinovueshme, siç e kemi thënë, do të shikojmë modelet e biznesit, do të analizojmë tregun, do të flasim për inovacionin dhe transferimin e teknologjisë. Apo do të shohim mënyrat e financimit të projekteve, do të diskutojmë për politikat dhe kërkesat rregullatore dhe do të flasim për strategjitë e marketingut, për menaxhimin e riskut, për ndërtimin e partneriteteve dhe në fund do të përpiqemi të kuptojmë se si një ide mund të zhvillohet nga një koncept në një mundësi reale biznesi. Nëse kjo temë ju intereson, ta ndiqni në episodet e ardhshme, në Energy Open Lecture, dhe nëse ka një temë tjetër që dëshironi ta trajtoni, më shkruani në komente dhe ndoshta mund të jetë edhe tema pikërisht që do të zgjidhet, sepse një gjë është ta dëgjosh, një temë, një tjetër gjë është ta diskutosh dhe ta analizosh dhe ta aplikosh në praktikë. Unë jam Lorenz Gordani dhe shihemi në episodin e radhës të Energy Open Lecture, Renewable Energy Entrepreneurship. Faleminderit!